Në motën time shpresë për të u zhvilluar ditën e sotme një tjetër seancë e dhurimit të gjakut. Kjo nisëm erdhi nga Kryqi Kuq Dega Shkodër dhe klubi studentore të Universitetit Lyç Gurakuqi. Sot është një seancë tjetër dhurimit gjakut, realizuar nga Kryqi Kuq Shqiptar Dega Shkodër në bashkëpunim me Universitetin Lyç Gurakuqi. Sot jemi pranë Fakultetit Ekonomik. Dhe e veçantë e këtij sesioni dhurimi gjaku është bashkëpunimi me klubet studentore të Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Pra është mbështetje që ata i bajnë projektet të dhurimit gjakut në ndihmë të pacientëve, kryesisht pacientëve talasemik. Sot seanca realizohet në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Transfuzionit të Gjakut dhe gjitha njësitë shkojnë për pacientë talasemik ku një pjesë e mirë e tyre trajtohen në Tiranë. Sot kemi një numër relativisht të lartë dhuruesish gjaku, kryesisht janë student, ka dhe pedagog, ka dhe familjar qytetar të Shkodrës që vazhdimisht mbështesin pacientët talasemik, por dhe pacientë tjerë, sepse ne bëjmë vazhdimisht seanca dhurimi edhe për Spitalin Rajonal Shkodër, sidomos për repartin e paliativit dhe të hemodializës. Edhe studentët jenë më të vlefshëm për këtë akt human dhe bëjnë thirrje për bashkëmoshatarët e tyre të dhurojnë gjak për të shpëtuar jetë. Është një akt humanitar, edhe bëjmë thirrje të gjithë vullnetarëve që kanë dëshirë të vinë të dhurojnë për me shpëtuar një jetë. Në fakt, në aktivitetet që kena pa që janë shumë pra të gatshëm për dhurimin e gjakut, kena tregon pra që jena në hapa shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm për ne. Bëj thirrje të gjithë qytetarëve, studentave që të vinë, marrin pjesë dhe të dhurojnë gjak sepse është një akt të humanizmi dhe është shumë gjë e mirë. Dhurimi i gjakut u zhvillua në ambientet e Fakultetit Ekonomik në Universitetin Lyç Gurakuqi, ku dhurimi i gjakut shkoi për Spitalin e Shkodrës dhe të Tiranës.